këtu krye fajtori është Albin Kurti. Fatkeqësisht pra, ashtu siç nuk ka bë asgjë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, nuk është duke bë kur gjo edhe për Kosovën e pas luftës. Shumë është komplekse, do më thonë, edhe analiza që po e bëj unë. Kur e thash që ka mund të gjinde një formulë, sepse në kohën tonë, herën e fundit kur isha unë bashkë me Hashimin koalicion që u gjet një formulë. Për shembull, LDK-ja kishte isën, ata në opozite, na ishim parti në pushtet, po u gjet formulë, Hashimi bëri kompromis, pra hoq dorë nga mundësia mu bo kryeministër, u bo Isa kryeministër, ndërsa në marrëveshje, mas një vjetë Hashimi u bo president. Kur hynëm në ngërç politikën, me njerë kam postu në Facebookun tim fix këtë formulë duke thënë që të shfrytëzohet kjo formulë që është bërë në kohën tonë. Po jo, për fatkeq që ja, sot po bisedojmë mas sa 9 muaj, sa ende kërkun, si do që tjetë, unë fola për opozitin, po këtu krye fajtori është Albin Kurti. Fatkeqësisht pra, ashtu siç nuk ka bë asgjë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, nuk është duke bë kur gjo edhe për Kosovën e pas luftës. S'po di, a reflekton të njerë Albin Kurti për veten? A mendon se na se cili mendojmë kohë pas kohë, bëjmë një lloj bilansi, madje ndoshta se bëjmë publik çka mendojmë për vete. Po krejt e bojnë. Po edhe nëse se themi na, e thot opinioni, e thot historia, e thot bota, pra i një qartë bota epokat e suksesshme Kosovës, siç është historia e çlirimit, e pavarësisë, dëbimi i forcave serbe, bombardimi, arritje kapitale. Po edhe mas luftën e patëm arritje jo Atisari, pavarësia, deklarata e pavarësisë, njohu gjykata ndërkombëtare për drejtësi. Po flas suksese dhe arritjet historike i regjistron edhe historia, edhe populli, edhe shoqëria, por ta jap sikur rezume të kësaj pjese, koha që qytetarët e Kosovës të mendojnë mirë kujt po ja japin votën. E kanë situatën e qartë. Me një anë keni Kosovë të bllokuar një vjet, me fajtorin Kurti, në anën tjetër pra opozita e cila bëri përpjekjet e saj, por në suazat të opozitës. Prandaj vëdësimi i qytetarëve është shumë i rëndësishëm që vota të shkojë të merituarve.